Përshëndetje. Ka njerëz që pa menduar fare të prishin ditën me një fjali, një batut, një shikim, një po pse je bërë kështu sot, dhe gjithë energjia jote shkon dhe zerohet. Ata ndoshta se kuptojnë, ndoshta e bëjnë me qëllim, ndoshta thjesht janë njerëz që ushqen me negativitet, si ta kishin atë bukë me djathtë. Por ja e vërteta hidhur. Nëse çdo herë që dikush të bën të ndihesh keq, ti futesh në mbrojtje ose përpiqesh ta sqarosh, ke rënë në kurthin e tyre. Dhe ky kurth është aq i zakonshëm sa që ne e quajmë marrëdhënie normale. Në fakt, psikologjikisht, njeriu që di të shpërfill ka fituar një nga aftësitë më të rëndësishme emocionale, kontrollin e fokusit, sepse në fund të ditës kush kontrollon fokusin? Kontrollon dhe gjendjen shpirtërore. E para mos shprit që të gjithë të kuptojnë, disa s'kan pajisjen për ta bërë. Nëse do prisje kuptimin nga çdo njeri, do të ishe i dënuar të zhgënjeheshe për jetë. Disa njerëz nuk kanë aftësinë emocionale për të kuptuar të tjerët, jo se janë të këqij, por sepse janë bosh, s'kan empati, s'kan vetvëzhgim dhe çdo herë që takojnë dikë që ndriçon, duan ta shuajnë nga që ndihen inferior. Në Shqipëri kjo ndodh çdo ditë, kolegu që tallet me suksesin tënd, kushëriri që se duron dot që ti je më i mirë dhe më qetë, apo një teze apo një tjetër që s'ka temë përveç se kur do martohesh akoma ti. Në këto raste, me mençura që mund të bësh është mos i kundërshtosh. As ti sqarosh asgjë. Thjesht një po ke të drejtë e ka mbyllur hesapin. Brenda vetes tuaj më vjen keq që si e mirë me veten tënde. E dyta, shpërfillja është një art i heshtur. Jo një hakmarrje. Të shpërfillesh nuk do të thotë të bëhesh i ftohtë, arrogant apo pandjenja. Do të thotë të mos investosh energji në njerëz që nuk japin asgjë vlere, ta kthejnë mbrapsht atë vlerë. Në psikologji, kjo quhet vetrregullim emocional, aftësia për të mos reaguar automatikisht. Kur dikush të ngacmon, ti ke dy zgjedhje. Të biesh në nivelin e tij dhe të luftosh për drejtësi, ose të ruash qetësinë dhe të kuptosh që ai person po përpiqet të vjedh fokusin. Shpërfillja është versioni më i lartë i inteligjencës emocionale, sepse kur nuk reagon, ti e ke fituar betejën. Tjetri mund të flasë, të përgojoj, të shpif, por ti nuk po jep më oksigjen. Dhe pa oksigjen, çdo provokim mbytet vetë. E treta, në Shqipëri shpërfillja quhet edhe s'u përgjigj dot. Mos e merr seriozisht. Po, njerëzit do të të quajnë të ftohtë, mendje madh ose nuk di të mbash shok e miqti, jo. Kultura jonë e ka bërë përgjigjen një sport kombëtar. Në kafe, në dasëm, në rrjetet sociale, të gjithë duan të kenë fjalën e fundit. Por e vërteta është se njeriu i qetë është i padurueshëm për ata që jetojnë nga drama. Prandaj në vend që të shpjegosh veten, më lëre të mendojnë ç'se duan. Ti s'je më në treg për miratime. Në fund, kush të kupton heshtjen, s'ka për të kuptuar as arsyetimin tënd. E katërta, shpërfillja nuk është mos kokçarje, është vetë mbrojtje. Shpërfillja është si një mur i padukshëm që ndan ty nga toksiciteti. Në psikologji, ne e quajmë kufi emocional, pra aftësia për të vendosur kufi në marrëdhënie pa pasur ndjenjë faji. Në familje kjo është më e vështirë. Sepse shpesh ata që na bëjnë të ndihemi keq janë të afërmit tanë. Një nënë që spranon që je rritur, një vëlla që tall çdo arritjen tënde, një partner që përdor fajësimin si mënyrë kontrolli. Në këto raste nuk ke pse të luftosh me ta. Thjesht mos u përfshi në çdo debat. Në vend të shpjegimeve, rini heshtur. Në vend të nervave, krijo distancë.
Në vend të sqarimeve, jep një buzëqeshje që thot, më vjen keq për ty, po s'kam kohë për të marrë me ty. E pesta, shpërfillja funksionon vetëm nëse ti e beson veten. Nëse brenda je bosh, shpërfillja është vetëm një maskë. Por nëse ke një identitet të qartë, e di se kush je, çfarë vlen dhe çfarë nuk vlen, atëre nuk ka fjalë që të tund. Prandaj fillo me këtë pyetje: çfarë ndodh me mua që lejoj një fjali nga dikush të më shkatërroj ditën? Shpesh arsyeja është vetbesimi i brisht. Kur je i pasigurt, çdo kritik ndihet si thik. Kur je i qëndrueshëm, ajo është vetëm një erë që kalon. Prandaj, para se të mësosh të shpërfillësh, mëso të ndërtosh veten. Lexo, puno, bëj diçka që të rrit, kujdesu për trupin dhe mendjen. Kur njeriu ka botë të brendshme të pasur, shpërfillja vjen vetë. E gjashta, mos haro, njerëzit që duan të bëjnë të ndihesh keq, zakonisht janë më të këqinj se ti. Ky është një ligj psikologjik. Të tjerët na sulmojnë jo për atë që jemi, por për atë që u mungon atyre. Nëse dikush tallet me trupin tënd, ai ka probleme të vetin. Nëse dikush të kritikon çdo ide, ai se duron dot që ti mendon ndryshe. Nëse dikush përpiqet të ul, është sepse nuk arrin të kap. Në vend që të mërzitesh, fillo të shohësh si shenjë. Nëse dikush po e shpenzon kohën për të më bërë të ndihem keq, do të thotë që po bëj diçka të mirë. Kjo s'është arrogancë, është mbrojtje psikologjike. E shtata, shpërfillja nuk është pasivitet, është veprim i zgjuar. Kur zgjedh të mos reagosh, ti po bën një zgjedhje aktive, po mbron energjinë tënde, po kurse nervat po ruan ekuilibrin. Sepse në fund, lumturia nuk varet sa njerëz ke rreth e rrotull, por nga sa pak je i varur nga çfarë mendojnë ata. Dikush mund të thotë, ja bëri ftohtë. Por e vërteta është se ti thjesht je lodhur së djeguri nga çdo idiot, më falni, që s'ka asgjë më të mirë për të bërë. Në vend të reagimit, zgjidh qetësinë. Ajo ja caron më shumë se çdo fjalë. E teta, si ta praktikosh shpërfilljen çdo ditë? Mos i jep çdo njeriu akses emocional. Jo çdo kush meriton ta di si ndihesh. Mos reago menjëherë. Frymo thellë, prit 5 sekonda, shpesh njeriu që të ngacmon, pret reagimin tënd si shpërblim, mos ja jep. Mos ja jep. Mos e kërko drejtsinë në çdo bisedë. Njerëzit që s'duan ta kuptojnë, nuk do ta kuptojnë kurrë. Mos e bëj shpërfilljen qëllim, bëje mjet. Qëllimi është paqja, jo ftohtësia. Zgjidh njerëzit e tu me kujdes. Ata që të japin paqe, jo ata që ta marrin. Zgjidh miq dhe shok cilësor. E nënta, në fund, kujto këtë. Kush të bën të ndihesh keq, të ka frikën. E vetmi arsye pse dikush përpiqet të ul, është sepse ndjen diçka që ti ke dhe ai jo. Forcë, qetësi, integritet. Prandaj herën tjetër që dikush të flet me përçmim, mos e merr si fyerje, merre si kompliment. Ai po të tregon se e ka parë fuqinë tënde. Në vend që të zemërohesh, falenderoje në mendje. Faleminderit që më kujton sa shumë kam evoluar. Tani e di pse të shqetësoj. Dhe si në përfundim do të thosha, shpërfillja është si një vaksinë për shpirtin. Nuk të bën imun ndaj dhimbjes, por të ndihmon të mos sëmuresh për çdo gjë. Në një botë ku njerëzit janë të varur nga drama, shpërfillja është luks. Është si të kesh qetësi në mes të rrëmujës. Dhe në fund, kujto këtë rregull të thjeshtë. Sa më shumë qetësi brenda vetes, aq më pak nevojë ke të sqarosh ata jashtë. Kush e mëson këtë,
fiton çdo betejë pa e luftuar asnjëherë. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendjen. Nëse doni mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.